Eren. Mama. Rosa pata, pula. Përkoje. Përkoje, mama. Përkoje. Prap. Përkoje, prap. Pse po e mush atë me mama? Do të mushësh atë ti? Mushe më rar mama kovën. Mushe kovën më rar. E mushi Zoi. Hey goca, përshëndetje sërish. Atëherë sot jemi në plazh, siç e keni parë, sot filluam zyrtarisht plazhin. Kam vendosur një çarçaf aty që duket sepse i kam bërë hije Zoit. Edhe Zoin e ka zënë gjumi, ora më shkon 1. E kam mbajtur këtu Zoin, sot nuk e çova në dhomë, nuk e di sa do rezistoj kur të çohet. Kemi hapur edhe atë si tip çadre Zoi që tregova që mbushet me ujë, e zuri gjumi sa është lodhur, edhe nuk e di sa do rri. Gjithsesi. Ne jemi këtu. Uji në fakt që ka i pist. Unë si jam larë fare me të drejtën, nuk jam larë edhe s'besoj se do lajem. Përveç se që ka i pist, duhet të shkosh një sa kilometra derisa të futesh tamam. si mbivjak. Edhe kështu mbrëm dolëm një xhiro nga Defi, këtu ku jemi domethënë. Edhe kështu mbrëm dolëm një xhiro nga Defi, këtu ku jemi domethënë. Edhe kështu mbrëm dolëm një xhiro nga Defi, këtu ku jemi domethënë. Edhe kështu mbrëm dolëm një xhiro nga Defi, këtu ku jemi domethënë. Edhe kështu mbrëm dolëm një xhiro nga Defi, këtu ku jemi domethënë. Edhe kështu mbrëm dolëm një xhiro nga Defi, këtu ku jemi domethënë. Edhe kështu mbrëm dolëm një xhiro nga Defi, këtu ku jemi domethënë. Edhe kështu mbrëm dolëm një xhiro nga Defi, këtu ku jemi domethënë. Edhe kështu mbrëm dolëm një xhiro nga Defi, këtu ku jemi domethënë. Edhe kështu mbrëm dolëm një xhiro nga Defi, këtu ku jemi domethënë. Edhe kështu mbrëm dolëm një xhiro nga Defi, këtu ku jemi domethënë. Edhe kështu mbrëm dolëm një xhiro nga Defi, këtu ku jemi domethënë. Edhe kështu mbrëm dolëm një xhiro nga Defi, këtu ku jemi domethënë. Edhe kështu mbrëm dolëm një xhiro nga Defi, këtu ku
Edhe Zoja ka shumë qef ujin. Edhe pse është vap, por 31 duke 32 ishin temperaturat që parë kur I bashon. Edhe po rrim këtu. Po rrim këtu të çadra tani. Jemi këtu në Golem. Nuk e di si quhet këtu ku jemi neve, por e di që jemi në Golem. Unë s'besoj se futën plahen, edhe s'ma ba. Sot kemi ardhur tek plazhi Generalit, që mua më pëlqen jashtëzakonisht shumë. Ke bërë ca? Kjo është veshja ime, nuk e di, nuk duket goca. Gjithsesi, duhet vete kapele se është shumë vap. Kam vesh të setin. Presin ta ul pa kamerën. Këtë setin kështu. Por që do ta hej sepse të ngeli kamera kështu. Do ta hej sepse të mba ka. Okej, o këtë. Të mban çik vap, ka marrë një më të thollë. Goca, ja ku jemi në ditën e tretë të plazhit, por siç na shikoni jemi në shtëpi. Jemi në shtëpi sepse Zoi nuk është dhe fort mirë, është zgjuar sot me temperaturë edhe kështu. Atëherë, e vura re në fakt në orën 4 të mëngjesit kur u zgjua nga gjumi, ishte vale nxehtë. Nuk ja mata temperaturën sepse menduam, po thoshte edhe burri mos është edhe nga plazhi, domethënë që rri trupi nxehtë kështu. Edhe isha shumë keq për gjumësh, fakt nejse. Pastaj u zgjuam në orën 6 e ca kështu. Ishte prapë nxehtë. Ja mas temperaturën 39.2. Edhe mrem ka ka pas diarre Zoi pak, edhe sot në mëngjes, edhe mendoj se do ketë ndonjë viroz ndonjë gjë. I dha shurup paracetamol, pastaj I ra temperatura dhe në orën 9 e nxorra një orë të paktën, se duke qenë se kemi plazhin afër, thash pa e maj një orë aty se nuk ishte edhe shumë vap. Në orën 10 erdhëm në shtëpi edhe e vura në gjumë. Tani që u çua, I kishte hipur prap temperatura, I dash Ibuflam, se jap njërë këshu, njërë këshu, ja bëjmë alternime. Edhe I dash, I kam bërë tek biberoni ujë me këshu, ilaç që tretet në ujë, domethënë, për diarre, që ta pi, se duhet. Sa ashtu doli dhe sot, pati diarre, mistrecia. Nuk është mësuar, fëmijët e vegjël kaq në ujë, nuk është se kanë dalë shumë në ujë, por prap. Në fakt nuk duhet që fëmijët e vegjël të rrinë gjithë ditën në plazh. Unë dje ne ndejtëm gjithë ditën në plazh, se ikëm edhe tek plazhi I Generalit edhe nuk kisha ku të futesha atje, domethënë, ndërsa këtu të paktën e kam afër, po dhe pardje kur filluam plazhin e mbajta shumë deri vonë, deri në orën 2-3 duhet kisha ikur më shpejt në shtëpi, edhe kështu do ta bëj tani. Edhe nesër do shkoj në mëngjeset kur çohet Zoi, deri në orën 10 do vi në shtëpi. Maksimumi 11 po ndejta, por po që është shumë vap, 10 edhe do ta nxjerr mbasdite. Do ta nxjerr mbasdite në ora 5, kështu se edhe 4 është shumë vap, 5-6 një orë. Sa të lozi pak, mistrecia. Drita mami ti. Edhe kështu, edhe goca, ne jemi tek mali I Robit, moj. Qesh me mama. U mendova me idenë se ne do iknim në Golem, edhe unë gjithmonë në Golem. Pastaj
Kur e lexova aty unë tek ajo roton të Mali Robit, do zemër thash, po ne që kemi te Mali Robit, jo në gole. Po thaj. Dhe po pse s'më keni thënë? Nëse. Nga që me plan e kishim që të shkonim tek në Golem, edhe ne jemi në plazh me Kunatin, me vllajën e Ilirit, edhe me nusën e tij. Edhe ne të tre, domethënë, po kalojmë shumë bukur, po kënaqemi. Edhe kemi lëvizur si thash dje, kemi shkuar tek mali, tek plazhi i Generalit, mua atje më pëlqen shumë. Kam qenë para 4 viteve, diçka e tillë, përpara se të ikja në Gjermani. Shkonim her pas here, edhe pse rruga akoma nuk është rregulluar dhe është shumë keq për këtë gjë, sepse me vërtet ai është një plazh shumë i bukur, ujë i pastër. Mua më pëlqen shumë atje, nuk e di, më pëlqen. Edhe vajtëm, por vështirë se të lëvizim prap me Zojin, se i bie që nëse lëvizim do rrim gjithë ditën në plazh dhe kjo nuk duron. Kështu që më mirë rrim këtu edhe jemi okay. Shohim. Por për momentin nuk lëvizim sa të shërohet Mistrecia. Edhe kështu goca ikëm atje, domethënë hangëm dhe drekën atje. Na pëlqeu mirë, nuk është se kishin ndonjë shije kush e ditë veçantë, po mirë. Edhe sa për çmimet i paca ishin një pjatë, domethënë që e mbushur, sa mund të ishte, një garushde ose 2 garushde, 10.000 lekë. Nëse plazhi është i bukur, edhe vendi atje, kështu që e justifikojmë. Edhe erdhëm mbrëm nuk dolëm, se thash lava Zojin edhe vura në gjumë, se nga që ka fjet pak vonë këto ditë, thash ta vëm mbrëm më herët, edhe fjeti më herët. Nuk dolëm mbrëm, doli vetëm Iliri me vllajën e vet, edhe Kunata që piu një kafe, kishte marrë ajo sallat, hangëm lehtëshëm mbrëm, një sallat aty domate, kastravesa dhe djathë edhe kaq. Tani është ora 12:30, një paca duhet të shkuar, po pres që të shkojmë për drek, se do shkojmë për drek, edhe pastaj unë do vi me Zojin prap lart, se do shkoj. Mama, shkon ora 2-3 edhe më duhet që Zojin ta vë në gjumë. Të ikim, Zojt do t'i marrë në një supë, se dje hangri supën të plazhi i Generalit, i dha supë me perime, ja përshesha pak me bukë edhe i dash dhe sot do t'i jap supë, se sot duhet ta shumë se s'bën supën Zoj. Edhe kështu, goca. Nuk e di tani, se po flasim pak tani. Do uj, e more mama pi uj, mama pi, bravo. Unë Zojt kur dal jashtë, di që është gabim, por s'kam qa të bëj. Edhe pije mama ujin. Ajo nga që shpërqendrohet me njerëzit, e keni parasysh nuk rri, edhe që t'ja për të ngrani kam dhënë telefonin tani këto ditë, vetëm që të haj, aty në tavolin, nuk kam qa të bëj, nuk man asnjë gjë tjetër. E di që nuk duhet, por dhe pa ngran nuk e ledot, sepse ka shumë që më thonë jo për lere, mos i jep, nëse man telefonin, se do vi momenti që do haj, por unë nuk dua ta bëj ashtu, se unë du t'i japi çik të haj, se pak se nuk kemi në shtëpin tonë këtu, nuk i kemi ato, kur i thonë, por do të haj çik. Po kështu nuk është se e kërkon ditën për shembull, thjesht kur i kam dhënë për të ngrënë. Edhe mbrëm, hangri pashtu, vetëm jashtë se hutohet, kuptoni? Zoj, jo mama se bje puma ty. Edhe kështu njerëz, edhe do thoja edhe diçka tjetër. Nuk e di pse ju bëjmë përshtypje juve, apo se ju duket, ky mendimi im, është që shikoni. Okej, unë e kuptoj që jetoni jashtë shtetit, edhe fëmijët për shembull kanë mësuar gjuhën, po si ka mundësi që më së shumti këta që rrinë në Itali e kanë vënë re, dje njëherë i flisnin fëmijëve të gjithë italisht, gjuhën e huaj, domethënë, ndonjëherë shqip. Nuk e di, ose nuk është se flasin vetëm me fëmijë, po dhe mes tyre, domethënë, njerëzve të rritur flasin italisht në Shqipëri. Nuk e di, domethënë, unë nuk do ta bëja asnjëherë që
unë të flisja me burrin tim apo me një shoqe apo me dikë, këtu të flisja unë gjermanisht kur jam në vendlindjen time. Pse duhet të flas unë gjermanisht? Më duket sikur po mohoj diçka që unë jam ose ku e di unë. Respektoj me vëlla vendin tënd. Pse duhet të flasësh gjuhë huaj? I flet fëmijës gjuhë huaj kur ajo edhe shqip kuptonte. Gjuhën e huaj ajo do ta mësoj, do ta ketë për gjithë jetën e zem. Kurse shqipën, ajo e di tani, por ti ngulitja akoma më shumë në mendje se mund ta harroj nëse pas nesër. Ose pse duhet të flasësh gjuhë huaj kur je në Shqipëri? Nuk e di, unë duken një çik kështu këto. Se di pse. Sikur do të nuk e di se nuk dua edhe t'i gjykoj shumë, po prapë për mendimin tim është gabim. Unë nuk do ta bëja edhe nuk e kam bërë deri tani. Më bën shumë përshtypje prandaj. Nejse. Se nuk dua që të fillojnë ato diskutimet, thonë njerëzit jo po ç'të duhet ty jo po kështu. Por mendimi im është që je në Shqipëri, je shqiptare, fol shqip më vëlla, nuk ka marrmalli të flasësh shqip në vendin tënd. Nejse. Edhe kështu goca kanë qenë këto ditët, të lezetshme, të bukura, po kënaqemi, edhe vapesh sa dush, vapesh sa të duash. Unë jam djegur goxha, nuk e di u thash, nga ana e djathtë e majta njëherë, nga që mbroja Zoin, duke si u thash apo jo nejse. E kam djegë çik si shumë këta në këtë edhe më djeg shumë. Edhe pse u lyva me krem, po duket se vetë një herë u lyva dhe bëra gabim, duhet isha lynja 2 herë. Gjithsesi varja, hajt, marrim një çik ngjyrë, po jam djegur shumë aty, te kjo pjesa e majt këtu poshtë, tana këtej e kurrizit edhe pak këtu te kofsha sipër. Mbroja Zoin unë edhe kështu njerëz. Tani unë po e mbyll këtu, nuk e di do mbyll vlogun apo... Por po mendoj që ta mbyll vlogun se nuk dua që t'i zjas shumë vlogjet, me thënë drejtën, sepse edhe nuk po filmoj shumë, po mundohem të kap copa ose se ndodh për shembull që nuk ka mundësi që të flas, thjesht filmoj ose harroj ose dua dhe të shijoj momentin, dua që të kaloj pushimet, sidomos të para që kemi me Zoin. Unë rri me ata, shikoj Zoin, ke parasysh nuk dua që të më humbasi nga syt, nuk du të rri për shumë në telefon, edhe jam munduar, por kam det në telefon vetëm kur Zoi ka fjetur, kur jam në plazh, edhe kur jam këtu në shtëpi që s'kam punë për shembull. Edhe plus siç thash, ndonjëherë përtoj, por dhe dua të shijoj momente, dua të rri, të qetësohem, bëj muhabet me njerëzit, lozim, edhe nuk i kam filmuar shumë këto gjëra se dua ta shijoj siç thash, edhe me thënë drejtën nuk është se më ka munguar shumë apo ku ta di unë, e kuptoni që duhet ta bëja me se zveng këtë gjë. Prandaj nuk kam bërë edhe shumë vlogje. Gjithsesi, ky është vlogu i parë i pushimeve, përveç atij që hodha që erdha në Shqipëri. Do mundohem që të filmoj sërish, maj sa do mundem goca që t'u tregoj. Edhe kështu. Mirë, unë tani po e mbyll pra këtë vlogu sepse edhe fola pak me ju, u zgjat ky. Edhe do ta postoj, mendoj ta postoj po sot, kështu që të kemi pak content. Edhe që të shikoni ndonjë gjë edhe juve, edhe uroj që t'ju ketë pëlqyer. Ndoshta është shumë vlog i thjesht, nuk ka shumë editime të bukura apo ku ta diun, po kjo është jeta. Kjo është jeta. Gjërat e bukura i kemi nxjerrë neve, ai të bukura sa janë. Kështu goca. Unë tani ju përshëndes edhe do shihemi në vlogjet e tjera bashkë, edhe faleminderit për suportin edhe kështu. Ju përshëndes.